Fenomeni Shkodran Luiz Ellis sapo ka bërë një reagim të fuqishëm për lajmin tronditës që ka shokuar mbar opinionin publik, abuzimi i një vajze të mitur nga jati në qytetin e Patosit. Ai ka shpërthyer me fjalë shumë të forta dhe jashtëzakonisht emocionuese. Shkodrani i zemrës ka publikuar një shkrim në profilin e tij Instagram ku flet për lajmin në fjalë. Luizi ka shprehur indinjatën e tij të thellë dhe shgënjimin e thellë ndaj sistemit të drejtësisë dhe shoqërisë shqiptare që, sipas tij, shpesh hesht përballë monstruozitetit. Ja se cili është reagimi i tij kundrejt ngjarjes tronditëse që është kthyer në qendrën e vëmendjes këto ditë, mbërriti në gjykatë ai që abuzoi me gocën e tij. Po të isha unë kryeministër, nuk do priste ai as polici, as prokuror, as gjykat. S'do kishte nën kushtetute që ta mbroj. Do t'ja lidhnja vetë litarin rreth qafës dhe do t'a varja në mes të sheshit ditën me diell, para gjithë popullit. Dhe mos më flisni për të drejta. Ata s'kan as shpirt, as zemër, as fytyrë njeriu. S'kan vend mes nesh. Ky vend ka nevojë për një tërmet drejtësie. S'ka më prit se do flas shteti. Jo. Shteti jemi ne. Një komb që hesht kur preken fëmijët është i vdekur përpara se të vritet. Drejtësia nuk vjen nga tavolina me letra, por nga zemra që digjet kur sheh pa drejtësi. Dhe po, më mirë një popull i egër për drejtësi se sa një shoqëri e butë që hesht përballë monstruozitetit. Ky postim ka marrë pafund reagime në rrjet dhe ka pushtuar mediat kudo në pak kohë që kur është publikuar. Luizi zgjodhi të fliste dhe jo të heshte si kundër bëjnë shumë personazhe publik apo edhe njerëz të thjeshtë. Ai njihet për natyrën e tij të drejtë për drejtë dhe ndjeshmërinë ndaj padrejtësive, prandaj dhe denoncoi ashpër ata që mbrojnë të tilla akte përmes boshllëqeve ligjore apo të drejtave të njeriut. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë pasi e kanë parë postimin e Luizit dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt tij ku më së shumti është duartrokitur për guximin që ka folur dhe ka dhuruar, pafund emocione të forta. Shumë qytetarë ndajnë të njëjtin zemërim dhe kërkojnë dënim maksimal dhe të menjëhershëm për autorin e ngjarjes. Madje fenomeni Shkodran duket se është ndër të vetmit dhe ndër të parët që ka reaguar dhe ka ngritur zërin për diçka të tillë kaq të tmerrshme dhe që nuk e mban asnjë vijë logjike.